I kam thënë ju lutemi do të ishte shumë keq Kosovë do të mos t'i gëzonin frutat e atyre pagesave. Komisionere, nëse Kosova nuk arrin me i miratu reforma deri më 30 qershor 2026, a ka mundësi me u negociu mas andaj? Morë parasysh që Kosova është në proces zgjedhor, gjasat janë që kuvendi mos me u formu deri më 30 qershor, a ka gjasa me u negociu për këtë çështje? Lidhur me pyetjen e parë, ky plan i rritjes bazohet në instrumenta special financiare dhe rregulla qarta. Rregullat janë Kosova të përmbush reformat e veta në mënyrë që të merr fondet. Jam e kënaqur që gjatë zgjedhjeve të përkohshme dhe parlamenti kishte ratifikuar 2 marrëveshje, do thotë për me marr 61 milionët. Tani në përgatitje që të paguajnë, do thotë pagesën e parë dhe për fat keq do thotë që instrumenti do thotë do të mbaroj me buxhetin 2027. Rruga e vetme është që Kosova të përmbush reformat. Kosova ka një rrugë të një periudhë të herët dhe e cila do të përfundojë së shpejti. Apeli im sot ishte prandaj ja përsërita kryeministrit, por gjithashtu tek kryen negociatorit ose planit negociator, I kam thënë ju lutemi do të ishte shumë keq Kosova do të mos t'i gëzonin frutat e atyre pagesave. Faleminderit.